Pas ndeshjes mes Vllaznisë dhe Dinamos, një nga emrat më të mëdhenj të futbollit shkodran dhe atij shqiptar, Rudi Vata, ka dhënë opinionin e tij në lidhje me këtë duel. Në një intervistë për Star Plus, ai tha se nëse Vllaznia vazhdon me këto rezultate është në rrugën e duhur. Unë noqa me shumë interes këtë takim, sepse ishin dy skuadra që paka shumë janë pretendentët kryesore për titullin kampion. Vllaznia mendoj që të rregoj forcë karakterit dhe të rregoj forcë grupit. Dhe nëse Vllaznia vazhdon me funksionu me këtë ritëm dhe me këtë standard, sigurisht që është në rrugën e duhur. Neshja kishte le tensionin e vet, por sigurisht që këto neshje janë pjesë situatave që gjatë kampionatit janë të pranueshme. Vata komentoi edhe deklaratën e trajnerit të Dinamos Ilir Daja, të cilën e cilësoi emocionale, duke shtuar se Shkodra i ka mësuar të gjithë Shqipërisë futbollin. Nuk mendoj që është, si thosh, deklarat inteligjente, mvaret tek emocionet, mvaret edhe te gjendja që ka kaluar në atë moment Ilir Daja. Sigurisht që futbolli shkodran ka përulluar shumë futbollista të cilët kanë përgulluar edhe futboll jo vetëm kombëtar, por edhe ndërkombëtar. Pra, futbolli shkodran nuk kanë nevojë për lavdërime. Vetë faktet, vetë statistikat janë aty që në Shkodër historikisht është luajtur futboll. Shkodra historikisht i ka lënë tonin futbollit shqiptar. Shkodra historikisht ka pranu edhe humjet, edhe ka duar turkit kundërshtar. Nuk mendoj që mund të ketë një lloj, si thosh, shkollet që mund t'i mësojnë shkodranëve si luhet futbolli. Por mendoj që është e kundërta, që vetë shkodranët kanë përulluar shumë futboll me figurat e tyre në vite, sa që vetë futbolli shqiptar ka marrë vlerat maksimale prej futbollistave dhe prej futbollit që është ndujt në Shkodër. Vata shtoi se Vllaznia duhet të ruaj këtë ritëm dhe se shikon vitin e ardhur që ekipi kuqeblu të shpallet kampion. Këtë vit e shikoj Vllaznin shumë më të qetë, e shikoj që edhe në media nuk dalin dhe kamuflohen, nuk dalin dhe pompohen. Janë një skuadër me kam në tokë dhe duhet me vazhdu, sepse euforia është armiku kryesor, domethënë vetë kënaqësia. Edhe në Shkodër është e vërtet që kena momente euforike, kena momente vetë kënaqësie, por besoj që edi klubi, domethënë strategjia është e tillë që skuadra me najt gjithmonë kur është e gëzuar mos mu gëzu shumë. Edhe momentet e vështira duhet me i kalu, domethënë me qetësi, duhet të rrit ky ritëm sepse Vllaznia ka mundësinë absolute si mjet për me dalë tek qëllimi kryesor i cili është fitimi i kampionatit. Mund të jetë viti i artë, i sezoni i artë i Vllaznisë për të sjellë titullin e 10. Të gjithë në Shkodër besojnë se janë optimistë se Vllaznia do të arrijë tek titulli kampion këtë sezon, por kuqeblu duhet të ruajnë përsëri ritmin e rezultateve pozitive për të shkuar deri atje.